Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hapur zyrtarisht fushatën elektorale të koalicionit Shqipëria Mallështore me një miting në sheshin Nën Tereza, ku është paraqitur me tone të ashpra kundër kryeministrit Edi Rama. Përpara një turme të madhe mbështetësish, Berisha e cilësoi qeverisin 12 vjeçare socialiste si periudhë më të errët në historinë e vendit dhe akuzoi kryeministrin se ka përdorur çdo mjet për të eliminuar opozitën nga korrupsioni të arestimet dhe përçarja e brendshme. Lufta e tij me Partinë Demokratike, trashëgiminë e saj, është lufta e Don Kishotit me mullit e erës. Çfarë do që të thonë dhe çfarë do që të bëjnë. Kjo parti është parti e pluralizmit politik. Ky flamur është flamuri i pluralizmit politik. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjë. Kjo parti është parti që përmbysin diktaturën komuniste, vendosin demokracinë dhe ekonominë e tregut. Berisha krahasoi përpjekjet e Ramës me luftën e Don Kishotit me mudhinë të erës, ndërsa theksoi se Partia Demokratike mbetet një forcë e pashkatërueshme që ka shkruar historinë e pluralizmit në Shqipëri. Berisha përmendi arritjet historike të Partisë Demokratike në qeverisje, nga antarësimi në NATO e Këshillin e Europës, te heqja e vizave me BE-n dhe ndërtimi i projekteve strategjike si TAP, rruga e kombit dhe rritja e pagave dhe pensioneve. Në përmbyllje, lideri demokrat u zotua se Shqipëria Mallështore nuk është thjesht një program elektoral, por një mision për të transformuar vendin dhe për t'i dhënë fund, siç tha ai, një regjimi të kalbur që mban peng të ardhmen e qytetarëve shqiptar.